Dëgjues të programit të Drejt për Drejt Mirëmëngjes Shkodër. Sot në studion ton kam 3 zonja të ftuara që vinë nga një punë e përditshme, një punë që lidhet me komunitetin, një punë që kërkon shumë ndjesi, që ka shumë ndjeshmëri madje dhe që ka shumë projekte dhe ndjekje të përditshme. Këto zonja që unë kam ftuar sot në studio punojnë drejt për drejt në qendrat komunitare, të cilat për hir të së vërtetës në Shkodër funksionojnë dhe janë mjaft të vlerësuara. Janë hapur disa qendra komunitare, por unë sot në studio kam të ftuar zonjën Anila Prenushi nga qendra multifunksionale për familjen. Mirëmëngjes Anil, mirë se ke ardhur. Mirëmëngjes, mirë se u gjeta. Faleminderit shumë për ftesën. Është Flaudora Luka nga qendra komunitare për familjen në Dajq. Mirë se erdhe Flaudora, mirëmëngjes. Dhe Dëshira Kolaj nga qendra komunitare Shtoj i Vjetër. Mirë se erdhe Dëshirë. Mirë se u gjeta. Natyrisht për të folur rreth një pune që ju e blatoni çdo ditë me kujdesin, me dashurinë, me ndjekjen e përditshme, që ka të bëjë me ndjesi të drejtë për drejta me njerëzit, aq më tepër me shtresa që kanë shumë nevojë të mbështeten, është një ndjesi shumë humane, shumë e bukur, përveç asaj detyre shtetërore që ju keni për ditë, apo jo? Një punë që nisë me mëngjesin, sot ka filluar këtu në radio, por e vazhdon për gjatë gjithë ditës. Cila është panorama e punës dhe atmosferës në qendrat ku ju punoni? Në Bashkinë Shkodër, siç tashmë e dim të gjithë, janë hapur qendrat komunitare, të cilat janë në administrim Bashkisë Shkodër, dhe këto qendra janë të vendosura në çdo njësi administrative, jo vetëm në qytet, por edhe jashtë qytetit të Shkodrës, dhe në për lagjet e qytetit. Këto qendra japin shërbim për familjet në nevojë, të këtyre të banorëve që ndodhen afër qendrës, dhe menaxhojnë familjet sipas nevojave dhe sipas rasteve të ndryshme. Në qoftë do përfshija përveç se puna sikur ti e the, ne përfshihemi pak edhe me rastet, sepse rastet janë nga më të ndryshme, nevojat janë nga më të ndryshme dhe sigurisht që çdo rast të përfshin pak në menaxhimin e tij. Flaudor, një pamje të veçantë ka Dajqi në qendrën komunitare. Po. Qendra komunitare për familjen në njësinë administrative Dajq përbën një nga rrjetet e qendrave komunitare për familjen të Bashkisë Shkodër. Ashtu si gjitha qendrat e tjera, ka në fokus familjen edhe tërësinë e saj, me qëllim zgjerimin sa më të plot të territorit me shërbime sociale. Qendrat komunitare pranë komunitetit ofrojnë të tilla shërbimesh që janë për mbrojtjen e fëmijëve, shërbime për fëmijën, për familjen, reintegrimi i fëmijëve në shkollë, fuqizimi ekonomik, domethënë që përfshin menaxhimin e rasteve dhe përfshirja aktiviteteve të ndryshme sensibilizuese, informuese që ne aktualisht Pra që me fillimin e ditës çdo gjë rinis me intensitetin e një dite të zakonshme, por edhe të veçantë. Ndërsa Dëshira në qendrën komunitare Shtoj i Vjetër ka një tjetër për familjen. Në Shtoj të Vjetër është një qendër e re komunitare. Në fakt, është qendra më e re komunitare për familjen e Bashkisë Shkodër, që i bashkohet tërësisë të qendrave komunitare të qytetit dhe të njësive administrative. Ndërtesa e cila sot është qendër komunitare ka qenë dikur shkolla e vjetër e fillore e Shtojit të Vjetër, ndërtesë e amortizuar në fakt dhe jashtë funksionit, e cila është ristrukturuar komplet dhe është vënë në jetë duke krijuar qendra komunitare për familjen në rrethina dhe duke e vënë atë në shërbim të banorëve të komunitetit. Vlen të theksohet në fakt që ky projekt i Bashkisë Shkodër është finalizuar edhe fal suportit dhe mbështetjes të organizatës partnere World Vision, që fal bashkëpunimit mes bashkisë dhe kësaj organizate është arritur të
të vihet në jetë kjo qendër, për t'ju ardhur në ndihmë të gjithë banorëve të komunitetit të qendrës të njësisë administrative rrethinore. Në fakt, karakteristike e ndërtimit të këtyre qendrave është pikërisht kjo që shumë godina të vjetra me probleme të praktisura janë rivitalizuar dhe pikërisht aty janë ndërtuar këto qendra komunitare. A mund na thoni diçka më imësisht për kushtet në cilën ju punoni, qoftë si ambiente fizike apo materialet ose çdo gjë që ju keni në ndihmë të punës tuaj? Atëherë përveç qendrave komunitare të cilat janë për çdo lagje qyteti, në për çdo rajon dhe njësi administrative, duke patur parasysh edhe nevojat e vetë komunitetit, kemi edhe qendrat që mund të quajmë speciale, si që është edhe qendra të cilën unë drejtoj, qendra multifunksionale për familje, që ka në fokus komunitetin rom dhe egjiptian, por jo vetëm edhe banorët e lagjes zonës numër 4 që ndodhen përreth qendrës. Kjo qendër lindi si nevojë e problematikave të shumta që ka ky komunitet. Dhe kjo është një qendër në fakt që është ndërtuar e re nga fillimi, dhe puna për këtë qendër ka filluar në qendër numër 4, që në fillim të vitit 2017, ku kemi filluar me databaset e para, me njohjen e familjeve të para, me ofrimin e shërbimeve, dhe më pas në tetor u finalizua ndërtimi i kësaj qendër në bashkëpunim me fondet e Komunitetit Evropian dhe CNUD-it. U realizua një qendër e cila ofron shumë shërbime brenda saj. Do doja të theksoja shërbime të cilat ky komunitet ka shumë nevojë, siç janë ato baziket. Një ndër to është shërbimi i higjienës. Duke patur parasysh ne dimë të gjithë kushtet në të cilat ky komunitet në nevojë jeton. Brenda qendrës janë hapësirat e duhura me dushe, me lavanteri, ku nënat, familjet dhe fëmijët mund të shfrytëzojnë shumë mirë dhe t'i vënë në dispozicionin e tyre. Përveç kësaj, në këtë qendër ofrojmë shërbim për fëmijët të cilët i mbështet Drejtoria e Shërbimit Social në bashkëpunim me organizata partnere, të cilat zbatojnë projektet brenda qendrës, siç është nisma për ndryshim shoqëror, shpresë për botën, të cilat duke koordinuar punën mes tyre dhe sigurisht në monitorimin e Bashkisë Shkodër, koordinojnë edukimin e shumë fëmijëve të cilët ndjekin edukim në qytetin e Shkodrës. Këta fëmijë përveç se ndër shërbimet e tjera marrin transport në mëngjes dhe nga mediatorët kulturor shoqërohen nëpër shkolla, nëpër qerdhe dhe nëpër kopshte. Pas procesit mësimor, ata ofrohen në qendër ku ka një vakt ushqimor, mens të mirëfillt, dhe pas mensës ata gjatë procesit vazhdojnë detyrat e shtëpisë, klasa pas shkollore, por edhe klasa para shkollore, para edukative, të cilat janë fëmijët e kopshtit, të cilët para përgatiten për klasën e parë. Përveç këtyre klasave kemi dhe klasa prindërimi, ku kemi bërë pjesë edhe prindërit e këtyre fëmijëve në mënyrë të tillë që të krijojmë një afrimitet të gjithë familjes në qendër. Kemi edhe klasat e analfabetizmit, duke patur parasysh që nënat rome edhe baballarët nuk kanë pasur mundësi që të ndjekin procesin e edukimit, kështu që mundohemi që të ofrojmë këto klasa dhe kemi është viti 2 që vazhdon edhe është në proces. Gjithashtu në qendër bëjmë këshillime psikologjike individuale edhe në grup, edhe për fëmijët, duke njohur më mirë situatën, duke patur parasysh edhe vetë mënyrën e jetesës së tyre. Gjithashtu fuqatet e vaksinimit janë shumë të rëndësishme, duke patur parasysh se shëndeti tek ata është pak i neglizhuar. Jemi munduar që këto fushata vaksinimi mos bëhen më në kushtet që bëheshin zakonisht më përpara nëpër kampe, por në qendër kemi një ambient që është ambienti i mjekut, ku kemi zhvilluar dhe zhvillojmë vazhdimisht fushatet e vaksinimit dhe kemi përfitues jo vetëm fëmijë, por edhe të rritur, dhe të gjithë nga këto përfitues janë të pajisur me kartelën e vaksinimit,
gjë që na ndihmon pastaj për regjistrimin e këtyre fëmijëve në shkolla, Po. sepse duhet një dokumentacion i duhur që ky fëmijë të kalojë pastaj në database. Po, Anile, janë të gjitha këto projekte njëkohësisht vëmendje që i drejtohen problemeve dhe grup moshave të ndryshme. Sa është numri i njerëzve që ndjekin këto trajtime ditore apo javore në qendrën tuaj? Sa populluar do të thosha, jo vetëm fizikisht, por edhe shpirtërisht ndjehet si një nevojë për të marrë shërbime tek këto njerëz që kanë të tilla probleme. Në qendër ne kemi aktualisht 60 raste të cilat janë në menaxhim. Sigurisht që rastet në menaxhim menaxhohen jo vetëm nga qendra, por i menaxhojnë në bashkëpunim edhe me pjesën tjetër të stafit të Drejtorisë Shërbimit Social. Jemi gjithë një grup që marrim vendime të gjithë së bashku se si mund t'i vim në ndihmë sa më mirë fëmijës dhe familjes, sigurisht duke vënë parasor interesin më të lartë të fëmijës. Gjithashtu kemi frekuentim të qendrës ditore. Kemi rreth 62 fëmijë të cilët frekuentojnë me ditë të ndryshme qendrën dhe numri i tyre çdo ditë shkon 25-30 fëmijë të cilët i kemi prezent çdo ditë në qendër. Këto fëmijë edhe pse kanë mbaruar procesin mësimor, për gjatë kohës së verës është hartuar një plan pune ku çdo ditë të jetë ndryshe. Dhe në qendër fillon dita, për ne fillon në orën 7:30 dhe për ne nuk ishte herë që bishim sot këtu. Sepse ne fëmijët kryesisht punojmë gjatë verës me fëmijët në situatë rruge. Në mënyrë të tillë që t'ju ofrojmë atyre kushte ku mund të kalojnë orët e tyre sa më mirë në mënyrë të tillë që mos të rrinë në rrugë. Dhe sa vështirë keni patur t'i tërhiqni këto fëmijë, sepse shoqërohen me problematika që lidhen me këtë vesë, me tërheqjen nëpërmjet një interesi shumë të madh dhe një kuptimi që lind tek familja, tek prindrit në radhë të parë. Fillimi sigurisht ishte shumë i vështirë, sepse puna me familjen ishte shumë e madhe, do të thotë që së pari të bindet familja që fëmia nuk mund të shfrytëzohet në rrugë, por njëkohësisht duke ofruar edhe shërbime dhe kushtet e qendrës duke ia dhënë në dispozicion, edhe ata vetë kanë filluar të ndërgjegjësohen dhe të kuptojnë që fëmia është më mirë në ambientet e qendrës se sa jashtë saj. Sigurisht që fëmijë në situatë rruge ka, por nëse do të bëjmë një krahasim me nga ne ku kemi filluar dhe tani, numri sigurisht është shumë në rënje. Tërheqja në mëngjes është shumë e rëndësishme sepse duke qenë ato lëvizin që në orët e para të mëngjesit, por mediatorët kulturor, të cilët prezantohen në kamp të fal transporti që ofron Bashkia Shkodër në bashkëpunim me organizatën Nisma, bën tërheqjen e këtyre fëmijëve drejt qendrës. Dhe në momentin që ata vinë në qendër, sigurisht keni patur momente edhe në të një farë rezistence për të mos ardhur? Patjetër, kemi edhe momente të cilat prindërit i bindin fëmijët në një farë lloj mënyre që të mos pranojnë të vinë në qendër. Ka familje që janë pak më të vështira për të menaxhuar dhe sigurisht ne te këto familje bëjmë një plan pune, një plan individual për familjen, ku shtojmë vizitat në familje, shtojmë shërbimet me të cilat ne mund të ofrojmë familjes në mënyrë të tillë që t'i krijojmë kushte sa më të favorshme që fëmia mos të frekuentojnë rrugët e qytetit për të jetë pjesë e qendrës. Natyrisht janë problematika që shoqërojnë punën e gjithë secilit, por që kanë karakteristika të veçanta. Flaudura në Dajç ndoshta është një panoramë tjetër që lidhet me specifika dhe me nevojat që kanë këto njerëz, komuniteti aty. Natyrisht në programin e verës ju keni një këndvështrim që fokusohet për këtë periudhë, çfarë mund të thonë për këtë? Për ofrimin e shërbimeve sociale multifunksionale, bashkëpunim të ngushtë kemi patur me shkollat. Mund përmend shkollën veçare Pjetër Gaci, shkolla mesme Luca Graj që janë të zonës Anësinë Administrative Dajç, me qendrat shëndetësore të zonës, por ashtu edhe me organizatat partnere të Bashkisë Shkodër. Veçanërisht bashkëpunim kemi me TERDEZA, organizatën partnere, kryesisht në kuadër të projektit për reintegrimin e familjeve të kthyer nga migrimi. Për mundësimin e zhvillimit të aktiviteteve dhe lojrave sociale që ne zhvillojmë aty në qendër.
Qendra ka qenë e hapur pothuajse gjatë gjithë vitit. Aktualisht frekuentohet nga fëmijët çdo ditë dhe në agjendën tonë programohet një agjendë për zhvillimin e këtyre aktiviteteve lojra psikosociale, të cilat nxisin bashkëpunimin në grup. Këto aktivitete synojnë rritje të përqendrimit të fëmijëve, të orientimit dhe zhvillimin, kryesisht në rritjen e zhvillimit të aftësive. Po, ndërkohë që këto kampe verore natyrisht besoj duhet të kenë tërhequr vëmendjen, jo vetëm të fëmijëve, por dhe të familjes. Çfarë impakti keni marrë gjatë ditëve të funksionimit të këtij kampi? Fëmijët frekuentojnë çdo ditë dhe janë shumë të lumtur për zhvillimin e këtyre aktiviteteve dhe motivohen, po. Edhe shprehin dëshirën edhe vullnetin që të jenë pjesë e frekuentimit çdo ditë në qendër. Ndërsa dëshira e cila është me qendrën e saj komunitare në Shtoj të Vjetër, natyrisht në fokusin e ditëve ka fëmijët në programin e verës, por jo vetëm, apo jo? Në fakt duke qenë se ne jemi një qendër e re komunitare, qendra jonë është pritur shumë një nga komuniteti. Ka pasur një entuziazëm, ka qenë diçka që ata e kanë pritur dhe është realizuar. Në fakt vlen të theksohet që brenda ambienteve të qendrës komunitare për familjen janë përshtatur edhe ambiente për qendrën shëndetësore. Është një bashkëpunim mes qendrës shëndetësore dhe qendrës komunitare, janë dy shërbime që ofrohen në ambientet e një qendre. Aty janë të përshtatur në fakt dhoma e mjekut dhe dhoma e infermierëve, të cilët japin shërbime për sa i takon nevojave që banorët e komunitetit kanë. Sa i takon edhe qendrës komunitare, ajo po frekuentohet çdo ditë më shumë, ka gjithmonë interes nga banorët për të ditur rreth saj, rreth shërbimeve që aty ofrohen. Gjithashtu edhe fëmijët kanë filluar që të shfaqin atë interesin. Ka aktivitete të larmishme sipas janë zhvilluar aktivitetet e para, në fakt, janë vënë disa aktivitete, kanë qenë përfshirë fëmijë të shkollave të ndryshme, pasi duke qenë se njësia administrative Retina është një njësi e gjerë, në fakt me një numër të konsiderueshëm banorësh, ka shumë shkolla në administrimin e saj dhe është bërë një plan aktivitetesh që çdo shkollë të mund të përfshihet. Pavarësisht se hapja ishte pak nga fundi i vitit akademik, por gjithsesi një pjesë e konsiderueshme e shkollave janë përfshirë, fëmijët kanë ardhur pranë qendrës, janë realizuar prezantimet e para, shërbimet e para që ofrohen, aktivitetet e para me fëmijë, por jo vetëm. Me qenë se jemi në sinën e verës, patjetër që keni planifikuar edhe shkuarjet në plazh, lojrat e stinës, apo jo? Në programin e qendrës multifunksionale është planifikuar në planin e punës me fëmijët edhe ditja e qendrës, të cilat duke shfrytzuar fatmirësisht Shkodra ka vende shumë të bukura dhe duke shfrytzuar pika turistike dhe qytetit, kemi menduar që ta fëmijët të njihen pak edhe me pjesën e historisë së qytetit, edhe gjithashtu dhe t'i ofrohen edhe shërbime të tjera në përlulishe të mëdha që ne i kemi në qytetin e Shkodrës. Gjithashtu një ndër shërbimet që jepet edhe gjatë gjithë vitit në qendër është piktura. Dhe me të lajën kemi menduar që liçeni i Shkodrës të jetë pjesë e të lajeve tona, ku do të fillojmë të bëjmë piktura të ndryshme dhe në momentin që ne kemi aktivitete ndryshme që organizon Bashkia e Shkodër, kemi këndin ku ne kemi pikturat tona dhe punimeve që bëjmë në qendër. Përveç saj, në qendër kemi dhe këndin e miqësisë, është një kënd i veçantë ku fëmijët e vegjël nga mosha 3 deri në 6 vjeç kanë një ambient të veçantë me lojra që është ndërtuar specifikisht vetëm për këtë lloj moshe, ku ata përveç lojrave psikosociale që zhvillohen brenda, zhvillohen edhe pjesa e tyre intelektuale për të përgatitur për shkollën. Domethënë si para përgatitore për të njohur ngjyrat, numrat,
shkronja. Pra një punë parashkollore. Gjithsesi këto ecin paralelisht, po patjetër që stafet që me të cilët ju punoni kanë vëmendje të caktuara në të gjitha këto drejtime të punës, apo jo, çfarë stafesh kanë qendrat tuaja? Në Dajç jam vetëm unë në qendrën komunitare për familje. Dhe ky është një bashkëpunim natyrisht edhe me aktorë dhe faktorë të tjerë, apo jo? Në Dajç ne bëhemi pjesë e punës së flaudorës, sidomos gjatë verës, duke patur parasysh që fëmijët mos të mbesin vetëm në kuadrin e qendrës që frekuentojnë gjatë gjithë vitit. Ne na ka ftuar flaudora disa herë te qendra e saj, ku ne bëjmë aktivitete psikosociale, por jo vetëm tek flaudora, duke qenë se është edhe hapësira e qendrës së saj është shumë e madhe, ka dhe një oborr jashtë shumë të madh. Vjet kemi organizuar kampin veror tek qendra multifunksionale në Dajç. Është një interaktivitet me sapo shoh. Në Dajç kampi veror është zhvilluar në ambientet e qendrës, ndërsa fëmijët e qendrës është viti 3 që do përfshihen në kamp, që këtë vit do afrohet tonë. Pra ka krijuar një lloj tradite në Vimsi. Ne qendrat të bashkëpunojnë njëra me tjetrën, sepse edhe rastet, pavarësisht se ndoshta janë në rrethina apo në njësi administrative të qytetit, por sigurisht që gjithë informacionin ne ndajmë së bashku dhe vendimet për çdo lloj aktiviteti apo rasti i marrim së bashku gjithë. Edhe në lidhje me aktivitetet, bashkëpunojmë kryesisht me stafin e qendrave të tjera, të cilat mund vinë të zhvillojnë aktivitete në qendrën komunitare për familjen Dajç. Natyrisht duke qenë qendra që kanë bazë familjen, fëmijët natyrisht janë ai grup mosh me të cilët punohet vimësisht, por projektet që lidhen me të gjitha problematikat që lidhen me këto familje në nevojë janë në Vimsi. Anila përmendi disa nga këto projekte dhe që kanë treguesit e tyre, apo jo, projekti që lidhet me shëndetin, me vimësin, me informacionin, si ndiqen problemet e mirëqenies së familjes apo të problematikave ekonomike. Familjet që menaxhohen për qendrat tona komunitare, çdo familje ka një plan pune, ka një dosje në cilën ne hartojmë një plan ndërhyrje për gjithë secilën familje, ku vendosen objektivat bazë të cilat ne duhet të arrijmë nëpërmjet bashkëpunimit me donatorët, për të ardhur në ndihmë familjes sipas nevojave të cilat ato kanë. Do përmendja një fakt që në qendër multifunksionale për familjen kemi shumë shërbime të cilat i vinë në ndihmë familjes, siç janë për shembull rimbursimi i medikamenteve. Duke patur parasysh kurset në të cilat komuniteti, sidomos komuniteti rom jeton, sigurisht që fëmijët edhe të rriturit janë pjesë e influencave dhe e sëmundjeve të ndryshme. Dhe në qendër ofrohen rimbursimi i medikamenteve gjatë gjithë vitit. Gjithashtu kemi edhe mbështetje me pako ushqimore dhe me pako higjieno-sanitare. Kemi një target group 31 familje që janë çdo muaj marrin këtë shërbim. Por jo vetëm, sepse edhe familje tjera sipas nevojave dhe sipas planit të ndërhyrjes të cilin ne kemi hartuar, vinë në ndihmë, jo vetëm me paketë ushqimore, ka nevoja administrative të cilat janë shumë të rëndësishme, duke patur parasysh që edhe drejtimi, shoqërimi dhe monitorimi i rastit për gjithë secilën familje janë punonësit social të cilët e ndjekun rastin, biles dëshira është një ndër persona që ndjek edhe rastet në përgjykata, i shoqëron dhe i monitoron rastet deri në zgjidhjen e problemit. Kemi gjithashtu raste të cilat, duke patur parasysh që komuniteti rom nuk është komunitet i cili janë qytetarë të qytetit të Shkodrës, por i vendosur definitiv, por janë të regjistruar në gjendje civile në qytetet e tjera. Sigurisht që dhe menaxhimi këtu bëhet pak më i vështirë dhe kemi shumë raste të cilat ne i referojmë edhe në bashkitë përkatëse, në për cilat këto familje kanë regjistrimin civil për të menaxhuar pastaj më tej nga këto bashkitë. Kemi filluar, janë bërë regjistrimet e para të disa familjeve të cilat kanë shprehur dëshirën që të jenë qytetarë të qytetit të Shkodrës dhe janë realizuar 13 familje regjistrim civil në qytet dhe 5 raste janë në proces.
Gjithashtu është menduar që këto familje të bëhen edhe pjesë, duke patur parasysh edhe kushtet në për cilat ato jetojnë, të jenë pjesë më e gjatë e shërbimeve që ofron Bashkia Shkodër. Të gjitha shërbimeve. Kemi filluar me ndihmën ekonomike, të cilët punojësit social kanë arritur që të plotësojnë dokumentacionin e duhur dhe të kemi familjet e para të cilat përfitojnë ndihmën ekonomike në Shkodër. Gjithashtu të bëhen edhe skeme përfitimeve të tjera gradualisht me kalimin e kohës. Pra është një proces monitorimi, njohje, ndjekje vazhdueshme. Apo jo, Flodor? Po, lidhe me menaxhimin e rasteve, shërbimet që ofrohen janë në varësi të problematikave që familjet kanë, sepse çdo rast ka specifikat e veta. Dhe gjithë procedurat që ne ndikim ose punonjësi social për menaxhimin e rasteve është një sfidë, mund ta quaj. Por në fund kur arrin të marrësh një feedback nga fytyrat e fëmijëve të lumtur ose nga familjet, të bën të mendosh që ka vërtet zgjidhje për këtë familje. Ndërkohë dëshira, me qenë se u përmend ka një ndjekje edhe tek proceset e ndryshme që lidhen me gjyqjet apo problematika që lidhen me këtë sferë, ka një ndjeshmëri të veçantë rreth kësaj, apo jo? Në fakt, në njësinë administrative rrethina ka shumë problematika. Dhe më ndodh që shpesh shumë familje i drejtohen gjykatës për çështje të ndryshme familjare, punë familje, çështje divorci, dhe në momentin që në mes ka fëmijë, është e nevojshme prania një punonjësi social. Në fakt, në proceset e urdhrave të mbrojtjes, edhe në këtë moment vjen në dispozicion ambientet e qendrës komunitare për familjet në momentin që do të realizohen takimet mes familjeve, mes prindit dhe fëmijëve, ashtu siç është edhe përcaktuar nga një vendim gjykate, në ku i pranishëm do të jetë edhe një punonjës social, që domethënë është rasti që ndjeket në vimësi. Kjo familje pastaj ndjeket edhe në hapat e mëvonshëm sipas nevojave apo problematikave që ajo paraqet. Tjetër problematik që mund ta lidhem edhe me punësimin, që është në fakt një problematik kryesore, nga që papunësia është në nivelet thelbësore të konsiderueshme dhe ndoshta edhe një problem, është një lloj burimi i problemeve në familje. Dhe është një lloj ndërmjetësimi që ne bëjmë për punësim. Si ka funksionuar deri tani? Në fakt ka shkuar mirë. Nuk mund të themi që ka shkuar pa probleme, ose që kemi pasur gjithmonë rezultate pozitive, por që janë bërë shumë referime, ndërmjetësime për punësim. Edhe në fakt janë disa raste që ja kemi arritur, persona janë punësuar në një vend që jo është referuar, dhe që i është përshtatur personave në fjalë, gjithashtu janë bërë edhe ndërmjetësim për të rinjt, jo vetëm për punësim, por edhe për kurse profesionale, që për t'i ndihmuar të marrë një profesion të cilin ata e dëshirojnë dhe që mund t'i ndihmojnë për një punësim apo diçka që dëshirojnë të bëjnë në të ardhmen. Meqenëse se kjo punë është në vimësi, që nga hapja e këtyre qendrave që relativisht janë të reja, si mendoni, çfarë ndryshimesh kanë pësuar jo vetëm qendrat, por vimësia e problemeve që janë ndjekur? Sigurisht që unë flas për qendrat time më tepër. Do doja të theksoja shumë pjesën e edukimit të fëmijëve, sepse në vitin 2017, viti akademik 2017-2018, ishte viti parë që u diplomuan 38 fëmijë rom, të cilët nuk ishin bërë pjesë e arsimit, për faktin sepse kushtet në cilat ato jetojnë. Fal bashkëpunimit Bashkisë Shkodër me organizatat partnere, duke ndihmuar këta fëmijë hap pas hapi me mbështetjen e tyre në mjete didaktike,
me mësues mbështetës pas procesit mësimor, monitorimin e tyre të vazhdueshëm nëpër shkolla, regjistrimin nëpër shkolla kopshte, këtë vit edhe nëpër qerdhe. Është bërë e mundur që çdo fëmijë i komunitetit rom të jetë i regjistruar nëpër këto shkolla dhe të monitorohet për frekuentimin e kësaj shkolle, sepse të regjistrosh të çosh lista pafund, nuk është qëllimi jon është që ky fëmijë nga fillimi i vitit ta kemi përsëri në fund të vitit me një diplomë. Dhe sigurisht që është kënaqësi që të përmbyllësh një vit shkollor si vjet është një numër i trefishuar dhe jemi shumë të kënaqur në një ndryshim i dukshëm në këtë pikpamje. Përveç kësaj kemi familje të cilat më parë ndoshta nuk ishin as të shkruar nëpër database, paktën tani i njohim të gjithë familjet, njohim gjithë problematikat të cilat ato kanë, nga kanë ardhur, nevojat të cilat ata përcjellin tek ne, rastet të cilat ne po mbështesim të po menaxhojmë. Gjithashtu kemi familje të cilat ne po ndërhyjmë për ta fuqizuar atë. Siç kemi mbështetjen me mini biznes, janë rreth 51 raste të cilat i kemi mbështetur me mini biznes duke u bler materiale të ndryshme të cilat ato mund t'i shesin, sepse është një nga profesionet, si themi, të cilat ato bëjnë më mirë. Gjithashtu kemi edhe familje të cilat punojnë shumë mirë me thurjen e thuprave. Po mundohemi që të specifikojmë raste të tilla në mënyrë të tillë që të paktën të vinë në ndihmë me nevojat që i duhen për ta zhvilluar këtë mini biznes dhe me këto të ardhurat të mbajmë familjen. Jemi akoma në kuadrin e mbështetjes së vazhdueshme, por siç e përmenda edhe në fillim, familjet janë të paqëndrueshme në qytet dhe shpeshherë ato lëvizje. Këtu qëndron Vështirësia më e madhe, sepse në momentin që ti e ke vënë përpara rastin dhe po mundohesh me gjithë aktorët të ndryshëm të japësh ndihmën për rastin të lëvizjes. Natyrisht, të punosh me njerëzit nuk është e lehtë, përkundrazi diçka mund të blihet krejt mirë të veshet, të funksionojë, por gjëja më e rëndësishme është të ndikosh në edukimin, në mbarvajtjen e familjes dhe çdo problemi që lidhet pikërisht me marrëdhëniet njerëzore. Në fakt, gjithë këto problematika dhe bashkëpunime, unë bërej që shumë organizata kanë bashkëpunuar dhe kjo është një mrekulli, do thoja, një mbështetje fuqishme. Si do të ndikojnë në hartimin e projekteve të reja që kanë bazë këto probleme që ju paraqitni? Çdo qendër komunitare është e hapur për donatorët që kanë dëshirë dhe kanë mundësi që të japin shërbime për komunitetin. Këto shërbime që japin donatorët sigurisht që janë të monitoruara dhe të organizuara shumë mirë nga Bashkia Shkodër. Dhe të gjitha këto shërbime kanalizohen sipas nevojave të çdo qendër ka, sepse siç e përmendëm edhe shoqet e mia, jemi në kuadrin e qendrave të cilat kanë specifika të ndryshme. Dhe sigurisht që këto shërbime kanalizohen sipas specifikave të qendrave dhe duke pasur një monitorues të mirë, siç është Bashkia Shkodër, kemi mundësi që të shfrytëzojmë sa më mirë donatorët të cilët na japin këto shërbime. Apo Flaudo? Po, në qendrën komunitare Dajç është organizata që kemi bashkëpunuar Universiteti Partnere Terdezon, e cila na ka ndihmuar për realizimin e aktiviteteve në kuadër të projektit që ata kanë për familje të rikthyer nga migrimi. Sa familje janë trajtuar pikërisht te ky projekt? Familje që janë, mund të them 30 familje që janë një numër i konsiderueshëm. Po, që janë mbështetur me fuqizim ekonomik dhe me pajisje didaktike për fëmijët. Është një punë e vazhdueshme. Një punë e vazhdueshme që kërkon shumë ndjesi. Është një punë që ndoshta në mendjen dhe në zemrën tuaj nuk mbaron me orarin e punës, por ajo vazhdon. Shpirtërisht si ndjeheni sepse trajtoni raste jo të thjeshta njerëzore. Raste që përmbajnë probleme, që kanë vështirësi, që lidhen me histori të veçanta njerëzore, që lidhen me probleme ekonomike e shumë çka.
Në fakt, rastet janë të natyrave të ndryshme. Dhe ndodh shpesh që përfshihesh brenda rastit. Fakti që të përfshihesh brenda atij rasti ndoshta të bën edhe që të punosh pak më fort, të japësh një zgjidhje atij rasti dhe të gjesh të gjitha mundësitë, të ofrosh gjitha mundësitë e mundshme që familjes apo fëmijëve t'i ofrohet shërbimi sa më i mirë i mundshëm. Në fakt unë e përmenda që në fillim që qendra jonë komunitare për familjen është ndërtuar dhe është vënë në jetë edhe fal mbështetjes që ne kemi nga organizata partnere World Vision. Dhe janë shumë familje në fakt që janë mbështetur në njësinë administrative rrethina nga kjo organizatë. Janë shumë fëmijë që janë përfshirë, janë për pjesë aktiviteteve, pjesë trajnimeve, pjesë të gjitha shërbimeve që kjo organizatë ofron, fal bashkëpunimeve që Bashkia Shkodër ka me të. Rastet janë shumë të ndryshme njëra nga tjetra, por kur në fund arrin të bindesh familjen, të japësh zgjidhje rastit dhe pas një farë kohe familja të kthehet dhe të falenderojë, kjo është problemi më i madh për ne. Është natyrisht një punë me përpjekje që kërkon shumë angazhim, që nuk pretendon të mbërrijë në një finale madhështore, por të jetë një finale e bukur shpirtërore që lidhet me raste të veçanta, që lidhet me një punë të përditshme, që lidhet me një ndjesi shumë njerëzore. Mendoj që qendra komunitare për familjen mund ta përkufizoj si një urë lidhse ndërmjet problematikave të komunitetit edhe ofrimit të shërbimeve. Dhe e ndjen veten shumë pranë vështirësive që vetë familjet kanë. Por është shumë e rëndësishme edhe nëse sado procedurat të jenë, domethënë të zgjasin në varësi të rastit, feedbacku që merr nga e familje është të paktën për punonjësit social është shumë e rëndësishme. Motivon edhe shumë më tepër për është një punë sa e vështirë edhe e bukur. Unë ju falenderoj shumë që ishit sot në këtë takim tonin për të shprehur jo të gjithë, nuk mund të rrokim të gjithë vështrimin, problematikat, projektet, nismat e her pas hershme, por një ndjesi tepër humane dhe një punë konkrete që ju keni bërë dhe vazhdoni ta bëni në vazhdimsi, me shumë dashuri, me shumë humanizëm, me shumë përkushtim. Ju uroj sukses në punën tuaj, e cila jep impulse të vogla, gjëra të vogla, por që ka një dashuri të madhe, ashtu siç thotë madhja shenjtore Nën Tereza, e cila natyrisht me këto thënie shpeshherë është një dritë ndriçimi tek puna e përditshme që sidomos bëhet me njerëzit. Ju falenderoj edhe një herë dhe ju uroj ecuri sa më të mirë në punën tuaj kaq fisnike dhe të bukur. Faleminderit.